sepse askush nuk mundet me në garantu vdekjen ta, përpose Allahu subhanahu wa taala. Të ndërshëm vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: idha mata ibnu Ademin, kur des biri Ademit alayhis salam, inqata amaluhu illa min thalath. Të gjitha punët i ndërpritën, i këputën, përpos se 3 punë. Më thonë, kur të vdesim ne, unë, jua, të gjithë njerëzit kanë me vdek. S'ka rrugdalje mos me vdek. Shumë njëri ka provu, ka dështu. Se vdekën së mundesh me ndalë, as me operaci, as me pare, as me ushtri. Qështu Allah e ka shkruar. Ndoshta diçka tjetër mundesh me bë me forcë, ndoshta diçka mundesh me bë me të holla, ndoshta diçka mundesh me bë me të njofshëm, ama vdekjen, ma asgjë për këtyre që i përmend nuk mundesh me ndal. Kur ta shkruan Allah me vdekje, me vdekje. Mirë po, ata që vdesin, a duhet me lanë diçka? Duhet me lanë. Nëse ata që kanë vdekë kanë lanë diçka të hajrit, në ditën e gjykimit botën tjetër e kanë me vetë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: sadaqatun jariyah. Ai që ka vdekë dhe ka lanë pasuri rrjedhse ose lëmoshë rrjedhse. Ola çka secili për ne duhet mundu me lanë diçka që muslimanët edhe pasi që të vdesim ne ja shohin hajrin. Një çeshme. Që ujë. Ki po këtu në lagjen tonë, as ka nevoj me bon një qeshme dikuna. Ka nevoj, ama qaj që t'interesum në ina në asë një santin vend mës me lanë, sa që s'kina në vendën e qeshme me vënu. A ka vend dikun një qeshme me vënu këtu? A ka përcen një plaka, një djaliria, dikuj t'i bit fikta, dikuj shka nevoj për uja. A ka qeshme dikun jashtë? Për shemo, pëse në qarshi me pas, të të ne mës me pas? Ku në dalimi? Po që njerëzi kalojnë, se e qeshme vënohet për njerëzi, jo me heshu diçka. Shemë dhe më dhe thonë, si mohabet. Ka njerë që kalon, prind fill hidje, në gjonë kereti deri, atje në veri, se verë, më thahat për uj. Kur sa Ramazan më duke full. Ska, do të mja rej deri në dikuj, deri një partakuj. Ama edhe nuk na ka shku menja, po e pala dhe dita, nuk ka dhe vend. Se ne nuk mundohemi pasuri rrjedhse me lanë lëmosh rrjedhse. Nëse duhet me ndërtu shtëpinë, çka të pengon ti? Pse a dhoma marr patjetër me një 4x4, s'mundet 4x3 taveta. 20 santim, 20 centimetra me him rejna pak, me lishu udh pak. Ama në atë se bëjmë këtë, mësë nëjra ka vdek. Hu gjumë, 20 të gjallar, hatë me këtënje. O, zëtë një, e në 10 hatë me mjavnu, a i fejnin me ka zonë, nëse ja kum zonë. Për qatë punë, deri në ditën gjikimit, sa që a i shpi, ti ki me ingjuna. Se ki lanë një senet keqë, ki të dënja atë qajnë. Qka ka lidhe se une të aknoj hatëmën me të gjvitë ose pa të gjvitë. Nëse ti e ki lanë një punë të mirë, këtë senet një mëjnë. Ama nëse ti e ke lanë një punë që deri në ditën e gjikimit njerëzit kanë me qajtë, valla e problema. Pra qka kënë mëse vetën dhe ju, lini pasuri rrjedhse, lëmosh rrjedhse, një qeshëm, një urë, 10 santin vend, një stipendi, një dikujt mi adhonë. Do me thonë, qka të mund një me bon hajrë? Se valla, këtë kjo të njën ka mu lanë, nuk ka njeri që këtë të njën mërë me vetë. E sa njerin e këna po, sa zgani, sa buri, e sa patriote, sa fetari, sa komtari, ka vdek. Këtë kanë vdek, ama dikush ka lanë diqka. Që është e më si cëllën vjetë, kur vjen dita e pavarësisë Shqipërisë ose të shqiptarve, e përmendim Ismail Qemalin. Pse se ka lanë diqka? Ka bo njerin një punë me shokët e vetë, ama e ka nisë, edhe ne e përmendim. Ama ka njerë që si cëllën vjetë e përmendim, pse? Pëse ka bon diqka të keqe. Si cëllën vjetë, kur vjen muhabeti, shkatrimi i khilafetit, përmendit se si u ka rëzue, kush e ka rëzue, qka e ka rëzue, pse e ka rëzue. E ti do me thoni të bon diqka,
ai tjetri ka bën diçka të keqe, ti ke bën diçka të mirë. Më thonë, kjo është lëmoshë rrezë, se cili frenesh duhet me lëndë një punë të hajrit që njerëzit do ta shfrytëzojnë. Sepse kjo dunjë është saq e shpejt sa që habitemi se sa shpejt ka kaluar. E dita, au ilmun yuntafa'u bihi. Të lëm dituri të vlefshme dhe të hajrit që do të kenë dobi njerëzit për nesh. Edhe pse kemi vdek, kemi lënë dituri të dobishme, qoftë dituri fetare, qoftë dituri kombëtare, po qoftë gjeografi, histori, ku e di unë, lënë të ndryshme, që e kanë nevojë populli jonë. Në sa profesori kemi që kanë vdek, mirë po sot librat e tyre lexojmë. Shembull, ende ne themi se ka thonë Ebu Hanife ka vdek para 1000 sa viteve. Pse ka lënë dituri e Ahmed ibn Hanbeli e ai tjetri ishte më radh. Do të thonë se cili prej nesh ka mundësi me lënë një dituri. Qoftë duke e thënë, qoftë duke e shkruar. Ama më mirë është me qenë e shkruar. Edhe një faqe që ti e mendon se duhet me qenë mirë shkruaje. Që nëse vdes ti nesër ka më pas dobi populli jonë nga ajo që ne e kemi shkrujt apo e kemi thonë si dituri. Dhe treta, e waladun salihun yad'u lahu. Edhe fëmijët e tonë që Allah në ka thonë, mirë po ju shkon mendja me bon dua për ne. E krejt fëmijët a bëjnë dua? A janë fëmijët njësoj? Njoni bën dua, njoni s'bën dua. Për shembull, njoni o xhamis, njoni soi xhamis. Njoni të shkon mendja se duhet me lut Allahun për prindin e ki tjetri hiç bile se ka gajle. Pse se dy kush mundet me qenë më i udhëzuar se ai. Ti këtë fëmijë ke krejt njësoj janë, për ti të gjithë janë njësoj. Ama të Allahu nuk janë njësoj. Edhe nuk ju shkon mendja atyre me bon njësoj dua, por të di babt kanë. Ama njoni më shumë e lutë Allahun që Allahu ta shpërblen babën me xhenet, i tjetër nuk shkon mendja. Pse ndodh ashtu? Për shkak të udhëzimit. Mirë po kjo prap kthehet, prap mundet më u kthi te edukata që prindëri ja ka lënë fëmijëve.